بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك أما بعد حمد شفت الله جل جلاله Paqja dhe bekimi I Allahut qofshin mbi Muhammed Mustafa në familjen e tij, shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e Kiametit. Vazhdojmë me pjesën e mbetur të historisë së Abu Bakrit radhiyallahu ta'ala anhu, kemi mbet tek khilafeti I tij. Pasi vdeq pejgamberi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, nuk ka përmend apo nuk ka aludu në diçka të qartë, po them kështu, nuk ka përmend diçka të qartë që tregon se kush do të jetë khalife pas tij sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Edhe kjo ka bërë, siç do ta shohim më vonë, se muslimanët pas vdekjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kanë pas disa dilema se kush do të jetë udhëheqësi I tyre. Pejgamberi alayhi salatu wasalam nuk ka potencu qartë se kush do të jetë khalifja pas tij. Do të thonë udhëheqësi I shtetit islam. Mirë po, dietarët duke u bazuar në disa argumente të përgjithshme kanë thonë se këto argumente aludohet në to se khalifja pas Muhamedit sallallahu alaihi wa alihi wasallam duhet të jetë Abu Bakri radhiyallahu ta'ala anhu. Për tyre kam përmend një hadith të cilën e shënon Imam Buhariu rahimahullah në sahihun e tij nga Muhammad ibn Jubair ibn Mut'im, I cili përcjell nga babai I tij të ketë thënë: erdhi tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një grua e cila është konsultuar me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam rreth një çështjeje, edhe I ka thonë: o I dërguari I Zotit, nëse kthehem tek te më vonë edhe nuk të gjej çka më vepru, atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wa alihi wasallam e ka këshillu që të konsultohet me Abu Bakrin radhiyallahu ta'ala anhu. Thot: in lam tajidini fa'ti Abu Bakr. Nëse nuk më takon mua, gjithsesi nëse vdes unë, atëherë konsultohu me Abu Bakrin. Kanë thonë ulemoja, kjo është isharet, është shenjë që pejgamberi sallallahu alaihi wa alihi wasallam po aludon se pas vdekjes tij me duhet ta udhëheq me them shtetin islam Abu Bakri radhiyallahu ta'ala anhu. Gjithashtu prej çështjeve tjera që kam përmend këtë pikë është se pejgamberi alayhi salatu wassalam kur ka qenë I smut para se të vdeste, edhe nuk ka pas mundësi me dalë me u pri njerëzve në namaz, u ka thonë Aisha radhiyallahu ta'ala anha, edhe njerëzve muru Abu Bakrin falyusalli bin nas. Urdhërojeni Abu Bakrin që të pri njerëzve në namaz. Edhe kjo kanë thonën është argument se Aisha radhiyallahu ta'ala anha pastaj shëdin e hadithin ka thonë: o I dërguari I Zotit, Abu Bakri është njëri I butë, çan shpejt, kur del me një vend në të cilën ti ju ke pri njerëzve për namaz, nuk mundet me qëndruan. Lexon Kur'an edhe çan shpejt. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam prap ka thonën: muru Abu Bakrin falyusalli bin nas. Urdhërojeni Abu Bakrin le t'ja u fal njerëzve namazin. Prap Aisha radhiyallahu ta'ala anha I ka thonë kështu. Derisa I ka thonë Hafsës: fali për Abu Bakrit, fali pejgamberit alayhi salatu wasallam që mos ta lën Abu Bakrin, mos ta urdhëron Abu Bakrin me u pri njerëzve për namaz, por le del Umeri. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: jo, nuk jeni tjetër, grave ti sikur gratë e Jusufit. Çka ka aludu me këtë? Ka aludu me këtë se ato çka e shfaqni në realitet nuk është ajo.
Ju keni frikë për një diçka tjetër. Çka ja mërmenja? Çka ka pas pejgamberi sallallahu alaihi wasallam synim me këtë? Ka dashur me I thonë Aishës se ti nuk je ka e shfaq dertin tonë se a çan Ebu Bekri namaz a nuk çan. Mirë po të te është një problem tjetër, se me ardhë edhe me dalë në vendin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam pas ti, me ju pri njerëzve në namaz dikush, njerëzit nuk munden me pritë rëndëmës. Edhe ka mundësi që dikush për njerëzve ta urrej një gjatë tillë, gjithsesi ta urrej Ebu Bekrin, se ka ardhur pas një njeri, ju mundeni me paramendu tash për shembull nëse me një vend është një imam që krejt dynjoja e dojnë. Edhe me ardhur dikush tjetër, a ka mundësi me e plotësu qa zbrasir? Nuk ka mundësi me e plotësu qa zbrasir. E Aisha radiallahu ta'ala anha është friksuar në këtë kontekst. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka kuptuar mirë gjendjen, edhe ka thonë ju jeni sikur gratë e Jusufit, po e shfaqni ato që e fshenin brendësinë e ju. Edhe ka urdhëruar ka dalë Abu Bekri radiallahu ta'ala anhu si imam I njerëzve. Kanë thonë në ulemoja, kjo aludon gjithashtu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po jep shej që pas vdekjes tij me khalife le të jetë kush Abu Bekri radiallahu ta'ala anhu. Gjëja tjetër ka qenë edhe një rast kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë kështu: inna Allaha jalla wa ala khayyara 'abdan bayna ad-dunya wa bayna ma 'indahu fakhtara ma 'inda Allah fabaka Abu Bakrin. Këtë hadith e transmeton Abu Sa'id al-Khudri. Një ditë thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: Allahu jalla wa ala ja ka dhënë një njeriu, një robi të tij mundësinë që të përzgjedh të qëndruarit në këtë dynjë apo të shkojë tek Zoti I tij. Edhe ai e ka përzgjedh fqinësinë me Allahun xhalla wa ala. Abu Bekri ka qajt. Abu Sa'id al-Khudri thot nuk e kuptojsha pse Abu Bekri qante këtë rast. Ama thot ai për cilin aludonte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se Allahu ja ka mundsu me zgjedh ka qenë veç ai. Edhe kjo është isharet që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do të vdes. Edhe Abu Bekrin kjo gjë ka mërzit. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: çdo derë e cila ka qenë rreth xhamisë, që ka hyrë në xhami, thot le të mbyllet përveç derës së Abu Bekrit. Edhe ka thonë hadithin e tij të njohur që tregon për pozitën e Abu Bekrit dhe dashurinë e madhe që ka pas pejgamberi sallallahu alaihi wa alihi wasallam për ta, thot walau kuntu inna أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر. Për njerëzë mas shumëti që më kanë ndihmu me vetën e tij dhe pasurinë e tij ka qenë Abu Bekri radiyallahu ta'ala anhu. ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. Sikur mu ish lejuar mua me pas dost, me dash shumë e kisha zgjedh Abu Bekr. Mirë po, më lejuan shoqëria në Islam, vllazëria në Islam e kështu me radhë. Ajo që është më rëndësi në këtë hadith është se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka leju me mbet hapur vetëm dera e Abu Bekrit. Kanë thënë ulemoja se këtu është për qëllim se pejgamberi alayhi salatu wassalam po aludon se Abu Bekri radhiyallahu ta'ala anhu do të jetë khalife pas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pasi ka vdek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka ndodh disa, shmethonën, kanë fillu disa celula që sikur të mos ishte Abu Bekri radhiyallahu ta'ala anhu edhe sahabit e mëdhaj si Omeri kishte me ndodh përçarje dhe fitnë në atë kohë. Pasi vdes pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, njerëzit preokupohen me vdekjen e tij. Ansarët ishin ata të cilët e kanë prit pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në Medinë, shmethonën ndihma e tyre ndaj muslimanëve dhe islamit është e njoftun, edhe janë të vu në një Saqifet Beni Saide, me një shtëpi
të fisit Banu Saide, edhe kanë diskutuar çështjen e udhëheqësit të muslimanëve pas vdekjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kanë diskutuar ansart mes vete. Disa kanë thonë emiri, udhëheqësi i muslimanëve duhet jetë patjetër prej ansarëve. Disa kanë thonë prej muhaxherëve një emir e prej neve një emir. Si duket, Allahu Teala alem kur i grumbullon krejt transmetimet që kanë ardhur rreth kësaj çështjeje, e gjejmë se njëri prej ansarëve nuk ka qenë i kënaqur me ato që po ndodh mes tyre dhe ka dalë. Kur ka dalë, është drejtu ka sahabit muhaxhirt me bisedu me ta, e takon Umerin radhiyallahu ta'ala anhu. Edhe ja tregon ngjarjen se çfarë është ndodhur. Edhe Umeri me njëherë bashkë me Ebu Bekrin e pas tyre ka shku edhe Ebu Ubejde ibn el-Gjarrah kanë shku të veni ku janë të buën ansarët. Edhe kanë diskutu rreth kësaj çështje. Umeri radhiyallahu ta'ala anhu thot fatazawwartu fi nafsi kalaman. Gjatë rrugës të derisa isha të shkuën për mu taku me ansarët, e kam paramenduar, me thonë e kam përgatit, me thonë një fjalim temën, i kam qitë në thonë para vete disa pika që duhet me i folën atë mezhlis. Mirë po kur kemi shku atë thot e pam që është begi të lovi, edhe me njëherë Ebu Bekri radhiyallahu ta'ala anhu e ka marrë fjalimin. Edhe ka fol, ja u ka shpjegu qartë se khilafeti edhe udhëheqësia e shtetit islam duhet të jetë, udhëheqësia e shtetit islam duhet të jetë prej Qurashive, e që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka përmend këtë gjë, atëra njëri prej tyre ka thonë se prej neve një emir e prej juve një emir. Omeri radhiyallahu ta'ala anhu në këtë rast ka thonë nuk munden me u bashku dy shpata me një, çush i thonë këtina, me një kallapa, çush me thonë kështu. Nuk munden me u bashku dy shpata me një vend. Atëhera pejgamberi Ebu Bekri radhiyallahu ta'ala anhu ka thonë, pas e ka sharu këtë gjë, Omeri thot, krejt çato çka kam mendu me fol që isha përgatit, Ebu Bekri radhiyallahu ta'ala anhu e tha edhe më mirë se unë. Atëherë Ebu Bekri ka thonë, shifneni këta dy, Umerin edhe Ebu Ubejden, zgjat nga një dorën edhe besatoni këta. Atëherë Umeri radhiyallahu ta'ala anhu ka fol, edhe ka tregu vlerën e Ebu Bekrit radhiyallahu ta'ala anhu, ka thonë zgjat e dorën, e ka zgjat Ebu Bekri dorën, edhe e ka besatuan se ky do të jetë khalife i muslimanëve. Dhe me njëherë krejt ansarët ja kanë dhënë besën Ebu Bekrit radhiyallahu ta'ala anhu që do të jetë khalife i muslimanëve. Pastaj është hutbeja e njohur e Ebu Bekrit që ka dalë para njerëzve, o jo njerëz, kur ka thonë unë nuk jam më i mirë se ju. Mirë po jo më keni ngarku me një detyrë. Duke e pa përgjithësitë që i ka në udhëheqësia e shtetit islam, atëra thot, nëse ja qëlloj më ndihmoni, e nëse nuk ja qëlloj më pengoni prej sajna. Edhe është hutbeja e njohur e Ebu Bekrit radhiyallahu ta'ala anhu. Me këtë rast, apo me thonë, me këtë qëndrim të Ebu Bekrit burror, po them kështu, është ndalën një fitnë e madhe që kishte mund me ndodhë sikur t'ishin përqa muhaxherët edhe ansarët. Pastaj në kohën e Ebu Bekrit si khalife, me të vërtet janë disa gjëra që historia i ka shkrujt. Edhe për këtë arsye kanë thonë, Allahu Gjelle wa Ala këtë din, pas vdekjes së pejgamberit alayhi salatu wassalam e ka ndihmu me dy njerëz. Me Ebu Bekrin radhiyallahu ta'ala anhu në kohën e riddes kur njerëzit kanë fillu me dal prej islamit pas vdekjes pejgamberit alayhi salatu wassalam, edhe me Imam Ahmed ibn Hanbalin rahmet pas në kohën kur ka dalë grupacioni i Mu'tazilive në skenë edhe kanë thonë se Kur'ani është i krijuar. Në kohën e khilafetit Ebu Bekrit radhiyallahu ta'ala anhu janë disa gjëra prej tyre më kryesore, po përmend është tubimi i Kur'anit me një vend. Tubimi i Kur'anit me një vend. Ju e dini se gjatë jetës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam Kur'ani ka zbrit për një periudhë 23 vjeçare. Nuk ka zbriti tëri për një herë. Apo edhe ka pas prej sahabive që kanë mësuar përmendsh, edhe është shkrujt gjithashtu.
Mirë po është shkrujt në fleta, është shkrujt në rasa të gurësh, është shkrujt në rasa të druve, e kështu me radhë, deri sa kanë ndodhur disa lufta, në kohë lufta posaçërisht e Yemames në kohën e Abu Bekrit radhiyallahu ta'ala anhu, e aty kanë vdekur një numër i madh i hafëzëve. Edhe Omeri radhiyallahu ta'ala anhu e këshillon Abu Bekrin që me marrë një iniciativë edhe me e tubu Kur'anin me një vend. E thotë se kanë frikë se po ndodh ndaj betejë tjetër sikur kjo e Yemames, e vdesin ata të cilët në gjoksat e tyre e bartin librin e Allahu Gjelle wa Ala. Edhe në këtë komision e kanë caktu kanë kryetar të komisionit, e kanë caktu Zeid ibn Thabit, edhe për shkun Abu Bekr radhiyallahu ta'ala anhu se ti ke qenë djalë i ri, djalë i shkath, me mbamendje të madhe, edhe pejgamberi alayhi salatu wassalam ta ka besu shkrimin e Kur'anit gjatë jetës tënde, edhe tash ti duhesh me qenë prej kryesorëve me të cilët e të bojnë Kur'anin me një. Pastaj i ka vënë kushtet Zeid ibn Thabit, janë të njohura në librat që flasin për shkencat e Kur'anit dhe ato janë detajuese se çush është të bu Kur'ani me një vend. Domethënë është të bu në kohën e Abu Bekrit radhiyallahu ta'ala anhu, pastaj pas vdekjes së Abu Bekrit e ka marrën Umer radhiyallahu ta'ala anhu, pastaj pas vdekjes së Umerit te Hafsa, pastaj është përcjell deri te Uthmani. Edhe në kohën e Uthmanit është shpërndarën, janë bo disa ekzemplar, janë shpërndarë pastaj në përbo, dikun përmenden 6, dikun përmenden 7, e kështu me radhë edhe kanë përmendur ulemoja 2 sene kryesore, kanë thonë Abu Bekri radhiyallahu ta'ala anhu e ka tubu Kur'anin me një vend, ndërsa Uthmani radhiyallahu ta'ala anhu i ka tubu njerëzit rreth kuptimit të Kur'anit, çush do ta shohim te Uthmani radhiyallahu ta'ala anhu. Prej çështjeve tjera që përmendet është qëndrimi i qartë edhe i prerë i Abu Bekrit radhiyallahu ta'ala anhu tek ata të cilët kanë dalë prej islamit, e kalon islamin pas vdekjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe disa të cilët e kanë pengu dhënien e zakatit. E gjeni na për libra gjithmonë këto dyja i përmendim bashkë. Sikur të ishte duke u fol për një temë të caktuar, vetëm një ngjarje. Këto janë 2 ngjarje të ndara. Lufta e Abu Bekrit kundër murtedinëve, e murtedinët kanë qenë 2 lloje. Kanë qenë ata cilët në esencë kanë lënë fenë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, edhe kanë qenë disa prej tyre të cilët kanë ndjek pejgamber të rrejshëm. Domethënë kanë hec pas pejgamberit të rrejshëm, ndërsa një grup tjetër kanë qenë që kanë penguar zakatin dhe nuk i kanë dhënë pas vdekjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjegjësisht edhe këta janë ndonë në 2 grupe, një grup cilët e kanë mohuar tërësisht zakatin, një grup të cilët kanë bëu, me thonin interpretim të gabuar se Allahu Gjelle wa Ala në Kur'an thot: "Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Merr prej pasurisë tyre, Allahu me këtë urdhër i drejtohet Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kan thonë me këtë urdhër i drejtohet Muhamedit edhe jo halifës Muhamedit. Edhe kanë penguën zakatin. Omeri radhiyallahu ta'ala anhu kur e ka përgatit Abu Bekri ushtrin për me dërgu me luftu këta njerëz, ka thonën: "Ja Amir al-Mu'minin, o prisi besimtarëve, ja halifet e Rasulillah, o halife i pejgamberit. Qysh po i lufton ata njerëz të cilët thonë ashhadu an la ilaha illallah." Pejgamberi ka thonë: "Umirtu an uqatila an-nasa hatta yaqulu la ilaha illallah." Unë jam urdhëruar me i luftu njerëzit deri sa thonë la ilaha illallah, ndërsa këta thonë la ilaha illallah. Atëherë Abu Bekr radhiyallahu ta'ala anhu ka thonë: "Pasha Allahin, la uqatilanna", pasha Zotin, do t'i luftoj ata të cilët men farraqa bayna as-salati waz-zakati. Ka thonë kam i luftu ata të cilët e ndajnë mes namazit dhe zakatit. Pastaj ka thonë, në është betu gjithashtu, pasha Zotin, do t'i luftoj, thot, derisa ta japin iqalen kanu yu'addunaha li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Do t'i luftoj derisa ta japin iqal, çka është? Është ajo zeza që lidhen arat shallën. Mirë, po këto është për qëllim nëse i bashkon transmetimet, është për qëllim edhe një deve të vogël nëse ka dhënë në kohën e pejgamberit, kanë më dhënë në kohën time. Edhe Omer radhiyallahu ta'ala anhu thot: "Kur e kam pa Abu Bekrin që Allahu Gjelle wa Ala e ka rahatun këtë mesele, e kum pa se këto nuk ka tjetër veç se hak edhe e kum qelu." Edhe ka ndodhur ajo, alhamdulillah, janë këty kush janë këty në fejen e Allahut Gjelle Gjelaluhu. Pastaj përmendim vdekjen e Abu Bekrit radhiyallahu ta'ala anhu,
Ebu Bekri ka vdek natën e ditës së martë në 8 ditë e mbetura të muajit Gjumada al-Akhira në vitin e 13 sipas Hijretit, e khilafeti i tij ka qenë sa 2 vite 3 muaj e 10 ditë. 2 vite 3 muaj e 10 ditë. Disa transmetime përmenden se ka qenë 2 vite e 4 muaj. Allahu Ta'ala a'lam. Në rregull. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Ebu Bekrin e përmend të parin prej 10 të përgëzuarve me xhenet. A thua vallë pse e përmend Ebu Bekrin? I pari i përgëzuar me xhenet Ebu Bekri. Nëse i analizon transmetimet rreth Ebu Bekrit, ngjarjet që kanë ndodhur me Ebu Bekrin, ndihma që Ebu Bekri ja ka dhënë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e shohim qartë se Ebu Bekri ka qenë njeri më meritor me qenën i pari i përgëzuar me xhennet. E para është dashuria e tij ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe dashuria e pejgamberit për ta. Dashuria e pejgamberit për Abu Bekrin dhe dashuria e Abu Bekrit për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Është pyet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se kush është njeriu më i dashur për ty. Ka thonë Aisha radhiyallahu ta'ala anha. Pastaj prej burrave thot kush është? Ka thonë babai i saj, Ebu Bekri radhiyallahu ta'ala anhu. Pastaj kush? Ka thonë Omeri. Pastaj tek libri Virtytet e Muhamedit e kom përmend. Kush e ka pyet pejgamberin kështu? E ka pyet Amr ibn al-As. Kush është njeri më i dashur ty? E ka pyet Amr ibn al-As. Thot se kur e përshkruan të folurit e pejgamberit, kur shkon të fol me një njeri, çaq o shpreh mirë, o shpreh bukur, ka shfaq dashuri edhe respekt për folësin, për atë që është duke fol, saqë Amr ibn al-As ka menduar që është njeriu më i dashur tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe thot ta shfrytëzoj rastin, ta pyes pejgamberin, mos po thot ti je njeri më i dashur te unë. E ka pyet, ka thonë prej grave Aisha, pastaj Ebu Bekri, pastaj Omeri, pastaj ka përmend në sahabi dhe kërkun s'po përmend Amr ibn al-As. Saqë ka thonë as sikur mos ta kisha pyet hiç. Gjithashtu për mos mu vanu po ikëm më shpejt, dashuria e Ebu Bekrit radhiyallahu ta'ala anhu për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam është kone qartë. Shënon Imam Bukhariu rahimahullah një hadith prej Abdullah ibn Amr ibn al-Asit, ka ardhur një person Amr ibn Zubair edhe ka pyet, ka thonën apo më tregon për ditët më të vështira të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? Thot po tregoj se gjëja më e vështirë është kur derisa thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte duke u falur në oborrin e Çabës, ka ardhur Uqbet ibn Abi Mu'ayt edhe ka marrë thot dorën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thot ja ka sill pas shpine, pastaj me shpethon ridan e tij që ka pas, thot ja ka marrë, ja ka shtrëngu aq fort qafën sa që kam menduar se mos tash pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po vdes. Ka shku Ebu Bekri radhiyallahu ta'ala anhu, e ka liru pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe i ka largu njerëzit prej tij dhe ka thonë fjalën e Allahu xhalla wa ala që ka thonë kush? E ka thonë ai personi i cili ka besu prej familjes Firaunit, po imanin e vet e ka mojnë msheft. Ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah. Apo e mbëtni një njeri i cili po thot se Zoti im është Allahu. Edhe kjo ngjarje, siç do ta shohim më vonë, nëse kem vakt, e ka bën disa prej sahabive me krahasu se cili është më i mirë. A Ebu Bekri radhiyallahu ta'ala anhu, a ai njeri besimtar në kohën e Firaunit, në kohën e tiranit më të madh që ka njoft historia.
Pastaj një ngjarje tjetër tregon Ibn Mihsan al-Anazi, i cili ka qenë, me thonën kështu, i deleguari i Ebu Musa al-Ash'ariut, princit apo guvernatorit të Basras. E ka dërgu tek Omeri radhiyallahu ta'ala anhu në Medinë për një çështje të udhëheqësisë tij. Kur ka ardhur në Medinë, ka përmend Ebu Bekrin radhiyallahu ta'ala anhu në prezencën e Omerit. Edhe Omeri radhiyallahu ta'ala anhu ka filluar me çajt. Kë person i ka thonë ja emir al-mu'minin, pse po çon, thotë je më i mirë se Ebu Bekri. Pastaj thotë fazdada fi buka, ka filluar me çajt edhe më shumë kur e ka kujtuar Ebu Bekrin radhiyallahu ta'ala anhu. Pastaj ka thonë Omeri radhiyallahu ta'ala anhu, wallahi la lejletun min Abi Bekr wa yawm khairun min Umar wa ali Umar. Pasha Allahun, veç një natë e Ebu Bekrit, veç një natë dhe një ditë e Ebu Bekrit që ka jetu me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam është më e mirë se sa Omeri dhe tërë familja e tij. Krejt që ka kanë bëhen Omeri edhe familja e tij në Islam nuk munden me u barasu me një natë edhe një ditë të Ebu Bekrit radhiyallahu ta'ala anhu. Për natën e përmend kanë natën e hijretit kur ka udhëtuar me pejgamberin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Padyshim se Abu Bekri radhiyallahu ta'ala anhu është njëri më i mirë i ummetit. Me ijma të ulemave, edhe me konsenzus të sahabëve. Transmeton Imam Buhariu rahimahullah nga Abdullah ibn Umeri, i cili thot: "Kunna nukhayyaru bayna an-nasi fi zamani Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam فنخير أبا بكر ثم عمر ثم عثمان." Në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sahabët flasin kështu, domethënë mas vdekjes pejgamberit, kemi domethënë banim përzgjedhje mes njerëzve kush është njeriu më i mirë, kanë qenë konsenzus i sahabëve se Abu Bekri, pastaj Omeri, pastaj Uthmani e kështu me radhë. Ebu Bekri radhiyallahu ta'ala anhu ka qenë ai i cili ka shoqëruar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam siç e përmendëm në hijret. Edhe Allahu xhalla wa ala kur thot në Kur'an: "Idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnayn idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana." Çet ayat vjen me meditu njeriu. Allahu xhalla wa ala thot për kujton kur populli i tij, i Muhamedit sallallahu alaihi wa alihi wasallam, do të thon pa besimtarët, e nxjerrën Muhamedin alaihi salatu wasallam prej Mekë bashkë me shokun e tij. Se flet kjo për vlerën e Abu Bekrit në hijret nuk ka dyshim. Mirë po ulemoja prej këtij hadithi ka thonë përveç saj, ajeti aludon gjithashtu edhe në pozitën e Abu Bekrit radhiyallahu ta'ala anhu që ka gjatë tër jetës pejgamberit sallallahu alaihi wa alihi wasallam. E prej tyre kam përmend shoqërimi i Abu Bekrit me pejgamberin alaihi salatu wasalam në hijret. Shoqërimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që ka bëu Abu Bekri në davet. Bile përmendet thot Ammar ibn Yasir radhiyallahu ta'ala anhu, thot ra'aytu Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam وما معه إلا 5. Thot e kam pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam se s'ka pas tjerë përveç 5 njerëzve. Thot 5 rob, 5 kështu thot, 5 rob të liruar. 5 rob kanë qenë, 2 gra edhe Abu Bekri. Domethënë prej të parëve ka qenë në Islam dhe ndavet me pejgamberin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Gjithashtu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam Abu Bekrin prej të parëve që e ka konsultuar dhe është këshilluar me to ka qenë Abu Bekri. Ulemoja e kanë përmend këto që flasin se Abu Bekri gjithmonë ka qenë shoqërim me pejgamberin alaihi salatu wasallam, siç e dini betejën e Bedrit. Sefte që është konsultuar me Abu Bekrin. Gjithashtu e keni parasysh ngjarjen e robërve të luftës në Bedër. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka zonë numër të madh të robërve.
edhe është konsultuan me sahabit çka me bo me ta. A dini që ka thonë Omeri radhiyallahu ta'ala? Omeri ka thonë lem t'i rahatoj më njëherë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam si duket nuk e ka knoç kë, ç'më thonë çndrimi i Omerit. Prapë ka pyet, prapë ka thonë lem t'i rahatoj. Prapë ka pyet, prapë ka thonë lem t'i rahatoj. Derisa ka thonë Abu Bekri radhiyallahu ta'ala anhu, ja Rasulullah, po ja japim kompenzim. I lëshojmë dhe t'i paguajnë robët e tyre. Edhe forcohet Islami la ilaha illallah, këshire çfarë strategi. Thot edhe forcohemi na se morëm shpethonën i japëm këta morëm pasuri. Forcohemi si shtet. Po edhe ndoshta don Allahu xhalla wa ala ndonjëri prej tyre udhëzohet. Parmendoni, ata cilët janë zonë rob nuk janë kon njerëz thjesht. Janë kon njerëz që kanë torturu pejgamberin Ebu Bekrin, edhe në sens i kanë detyruar me bo hijret. Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Mekën e ka dashur shumë. Mirë po prap Ebu Bekri radhiyallahu ta'ala anhu po i thotë ai dërgumi i Zotit, po morëm kompenzim me ta, po i japim le t'i paguajnë. Ndoshta Allahu xhalla wala se këto thotë i fitojmë 2 sene e para forcohen po them kështu ekonomikisht. Edhe e dyta thonë ndoshta Allahu xhalla wala don edhe Zoti kush prej tyre dhe në zunë në sens. E kush nuk ka pas mundësi me pagu çka, ja ka mësuan shkrim leximin njerëzit Medinës, shme thonën në raport me lirimin e tij prej robrisë, kështu ka vendosur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Se Ebu Bekri ka qenë i dytë në Islam, edhe njeriu më i rëndësishëm në Islam, këto e kanë ditë pa besimtarët e Mekës. Ju e dini ngjarjen e pejgamberit alaihi salatu wasalam në Uhud. Kur ka ndodhur çka ka ndodhur në Uhud, kanë zbrit shigjetarë, edhe tash ka ardhur Khalid ibn Walidi me ushtrinë e tij, i kanë sa që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është për gjak. Janë kthy tek një pjesë e Uhudit janë mshef. Ebu Sufjani ka thirr kështu. A është gjallë Muhamedi? Ka thirr, a është gjallë Muhamedi? Pejgamberi alayhi salatu wasallam ka thënë mos u përgjigjni. Mos u përgjigjni. Ka thonë, a është gjallë kush? Dytën e ka përmend Abu Bekrin. Ka thonë, a është gjallë Abu Bekri? Pejgamberi alayhi salatu wasallam ka thonë, la tujibu. Mos ju përgjigjni prapë. Pastaj ka thonë, e fil qawmi ibn al-Khattab, a është gjallë mes në ju ibn al-Khattab, alëdhën për Omerin, radiyallahu ta'ala anhu, s'ka forë kërkosh. Ebu Sufjani ka thonë, ata me të vërtet i kemi mbytë se sikur t'ishin konë gjallë, bile Omeri se kishlon pa fol. Sikur t'ishin konë gjallë, bile Omeri se kishlon pa fol. Atër Omeri su ne kanë bajt vetën e ti. Se Ebu Sufjani thotë, këta pas kanë vdekë, se sikur t'ishin konë gjallë, kështu Omeri radiallahu ta'ala anhu ka thonë, këdhebte ja adu Allah. Pasha Zotë thotë jetu rajt. Allahu Gjelle wa Ala ka bo emër që qëta cilët i përmende ti me jetuën hala, edhe ti mos më uni rahat kur prej tyne. Pastaj Ebu Sufjani e ka thonë një fjallë. U'lu Hubel, qoft i lartësuar. Hubel është idhulli kryesori i tyne që kanë adhurun midis qabës. Sot është i lartësuar Hubeli, idhulli jonë, zoti jonë me thonë këtë formë. Ata pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë e gjibu, tash të falni. Ka thonë, çka me thonë? Omeri ka thonë, ma në kul. Çka me thonë i dërgumi Allahit? Thuj, Allahu a'la wa ajal. Allahu gjelle wa ala është më i lartësuar se Hubeli i juaj. Ebu Sufjani ka thonë, lena uzza, wala uzzan lakum. Na e kemi uzzan, ndërsa ju nuk keni. Atër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot përgjigju. Omeri thot çka me thon? Thuaj Allahu maulana wala maula lakum. Allahu jalla wala është Zoti jon, ndihmtari jon e ju s'keni zot. S'keni zot sikur Allahun që kemi ne. Pastaj ka vazhduan, ç'më thonën,
debati mes tyre, sa që Ebu Sufjani ka kuptuar se këto fjalë nuk vinë vetë se prej Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Ajo që aludohen në ngjarje cila është se Ebu Sufjani më një herë dytën e ka përmend Ebu Bekrin radiallahu ta'ala anhu. Subhanallah, ka tregime, po mundona me i shkurtu disa. Edhe sahabit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe sahabit e mëdhaj, nëse diçka janë konsultuar me pejgamberin, pastaj më një herë pas pejgamberit janë konsultuar me kanë. Me Ebu Bekrin radiallahu ta'ala anhu. Ju e dini ngjarjen e Hudejbes. Ngjarjen e Hudejbes, marrëveshjen që ka nënshkruar pejgamberi sallallahu alaihi wa alihi wasallam me ta. Prej tyre ka qenë që nëse vjen një musliman prej mushrikëve të Mekës, duhet me kthy prapa. Apo çtu ka qenë, duhet me kthy prapa. A nëse një musliman e len islamin edhe shkon të mushrikët e Mekës, atëra i mbetet atje nuk kthehet prapa. Omeri radiallahu ta'ala anhu që to sunë ka bajt. Edhe ka shku tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe i ka thonë, ja Rasulullah, pse kjo? Sa që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka debatu gjatë me pejgamberin, i ka thonë, unë jam i dërguari i Allahut, që ka që? Të Omar dije që unë jam i dërguari i Zotit. Se ka thonë, ja Rasulullah, pse na me pranu këtë nënçmim? Edhe ajo që ka qenë shumë e vështirë, është në qëto momente, kër jam konë të nënshkrujt marrëveshjen e Hudejbes, Ebu Gjendel, o konë një sahabi që ka ardhë i gjakosur, edhe në pronga, ka dasht me hinë onën e muslimanve. Pa besimtarët janë dalë edhe ka thonë s'ka marrëveshje, për deri thot kthehet shkipra. Omeri thot, kur nuk ka mujt me larguen prej shikimit tem qatë ngjarje, që ka qenë shumë e rëndë për ta. Edhe ka shku te i dërgumi i Zotit, ka thonë, oj dërgumi i Allahit, çka është ky muhabet? Pse na me pranu këtë nënçmim? Pejgamberi sa të ka thonë, unë jam i dërgumi i Zotit. Edhe Omeri, ku ka shku? Ka shku tek Ebu Bekri. Është shej se Ebu Bekri radiallahu ta'ala anhu ka qenë më një herë mas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ka shku tek Ebu Bekri dhe i ka vetë. I ka thonë, çka është kjo mesele? Qysh na me pranu këtë nënçmim? Ebu Bekri ka thonë, a pe din ti që ajo është i dërgumi i Zotit? A e din ato që ti nuk e din? Mirë thot, a nuk na premtoi ai që kena me hin qabe, kena me bot tavaf? Po thot na ka premtua, ama atë ka thonë si vjet? Ja thot s'm ka thonë si vjet. Se pejgamberi sallallahu ka thonë që na kemi hyn qabe dhe me bot tavaf rreth qabës. A mos e ka përmend çet vet ose vitin tjetër? Se ka përmend çet vet. Mirë po e kalon këtë meselë të hapur, që nuk dihet a çet vet kanë me hy vitin tjetër. Thot mirë Omer, atë ka thonë çet vet jo. Atëherë thot dije sa është i dërguari i Zotit. Nëse ka thonë ka moralizuar. Edhe Allahu xhalla wa ala në ato momente ka zbrit inna fatahna laka fathan mubina. O Muhammed, na ta kemi hap me kemi një shëlim të qartë. Edhe ka ndodhur vitin e ardhshëm ajo që Allahu xhalla wa ala i ka premtuar. Gjithashtu prej argumenteve që flasin se Ebu Bekri ka qenë gjithmonë i dyti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është namazi i tij që tha më herët e kalon, khilafeti i tij që ka ardhur mas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe vdekja e tij radhiyallahu ta'ala anhu, njeriu që është varros pranë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka qenë i pari kush Ebu Bekri radhiyallahu ta'ala anhu. Gjë që tregon pastaj për burrin e Ebu Bekrit radiallahu ta'ala anhu, fen e tij, qëndrimet e tij të qarta prej atyre të cilët i kanë mbajt sekretet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam janë të çuditshme. Po e përmendin një gjë si shpejt. Hafsa radiallahu ta'ala anha ka qenë e martuar me një person, ai ka vdek. Edhe Omeri radiallahu ta'ala anhu Hafsa ja ka paraqit kujt pejgamberit, ja ka paraqit fillimisht Uthmanit radiallahu ta'ala anhu. Uthmani thot menoj pak.
ka menduar dhe ka thonë nesërmit që nuk po mundem me u martu edhe nuk e kam plan njëherë me u martu. Me njëherë ja ka paraqit Omeri Hafsan kujna Ebu Bekrit. Ebu Bekri radiallahu ta'ala anhu si ka thonë Gjevafi që dhe ka thonë të lemroj ma vonë. Kanë shku disa det Ebu Bekri se ka lemru Omerin kurqa. Sa që përmendet na për histori se Omerit i ka met, po thëmë kështu i ka met hatrin. Pse Ebu Bekri së mba gjevab muheq? Deri sa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është martu me ta. Në rregull, kur është martu pejgamberi, Ebu Bekri ka thonë Omerit hec kot kallzoj diçka. A e di thot kur më paraqite Hafsan po. Atë me të hatrin e se më po thot më ka me të hatrin. Wallahi thot dije se ajo që më ka bo mos me u shprej edhe mos me dhone i qëndrim temin me të pasdojnë refuzim ndoshta të kish me të hatri edhe më shumë. Po unë thot kam vendos ashtu me hesht deri sa se thot e dija që pejgamberi alayhi salatu wasallam e ka përmend. Edhe thot që u martu me pejgamberin tash më thonë se që kjo ka qenë ajo që më ka bo mua mos me u shprej me ty edhe mos me dhoni qëndrim. Se me refuzu ka qenë e vështirë për Omerin. Për këtë arsye ka hesht deri sa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka martuar. Dhe thot tash është martu dikush që është edhe më i mirë, edhe më i mirëson. Ebu Bekri radiallahu ta'ala anhu i ka ndihmu, një e përmena din ngjarjen e Omerit me Ebu Bekri që kanë pas një mospajtim mes vete. Sa që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thonë apo ma leni bre shokin tem rahat, mos e ngocni më. Sa që kur më Ebu Bekri nuk i ka shqetësu dikush. Se i pari thot që ka pranu islamin kur ju më përgënjështrut, edhe i pari që më ka ndihmu me veten e tij dhe pasurinë e tij kur ju më refuzut. Krejt se cilin me vetë që to ka një, kemi me thonën se Ebu Bekri e ka liru prej robris veç Bilallet. A dini që Ebu Bekri i ka liru në sa rob? 7 rob. 7 rob prej robris i ka liruan si e kam pranu islamin. Edhe asnjë nuk janë konë të fort edhe të fuqishëm që me ndihmuan nesër Ebu Bekrit. Sa që baba i tij në atë kohë ka qenë musliman hala, i ka thonë o biri jam. Po pse po i liron këta njerëz do pse këta as nuk munden me të ndihmu, nesër me pas në rast ose në nevojë diçka, nuk ja fshef hajrin kështu me thonë. Ama ajo që ka bëu Ebu Bekri radhiyallahu ta'ala anhu me i liruan, kush ka qenë? Ka qenë Islami i tyre. Edhe e fundit që të regon borërin edhe trimrin e Ebu Bekrit radiallahu ta'ala anhu, një njeri i cili ka qenë i butë, ka qenë i urt, ka qenë i devotshëm, ka qenë krejt cilësit e mira të aj. Mirë po në rastet kur është taku me u tregu borëria e ti është tregu. Në rastet kur ka pas nevoj ummeti për to është tregu. E po të rastin e luftimit murtedinve, edhe rasti i vdekjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ngjarje e cila e ka trondit Medinën. Sa që sahabit nuk kanë ditë çka me vepru. Mërzje modhe, trishtimi madh, dikush po kërcënon, dikush s'po di çka me bë, derisa e ka ndërgu Salimin tek Ebu Bekri radhiyallahu ta'ala anhu, ka thonë shko edhe lajmëroj Ebu Bekrin kështu. Kur ka ardhur Ebu Bekri, ka hyrë tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e ka vërtetu vdekjen e tij. Më njëherë ka dalë para njerëzve. Thot ka filluar me fol në xhami, Omeri s'po ja vënë veshin hiç. I ka thonë ala rislika ya Umar, rahatohu pak të flas. Transmetimi ka ardhur që Omeri hiç s'është nol. Derisa ka filluar Ebu Bekri radhiyallahu ta'ala anhu me khutbën e tij, edhe ju ka thonë njerëzve se ata të cilët e ka thonë fjallën e tij të njohur, kush e ka adhuru Muhammedin alayhi salatu wasalam, le ta di se Muhammedi ka vdek. E kush e adhuron Allahun xhalla wa ala, le ta din se Allahu është i gjallë dhe nuk vdes kurrë. Kush po e thot këtë fjalë? Ebu Bekri radhiyallahu ta'ala anhu. Një njeri, nëse ju kujtohet atëherë kur e ka në rrah
të fillim shpalljes, as buk nuk ka hongër, derisa nona e tij me Gjemilen e kam përcjell tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe është rahatu kur e ka pa. Është rahatu kur e ka pa që Muhamedi është mirë. A më tash e pa të vdekt, e puthin ball, edhe i ka thonë tibta hayyan wa mayitan ya Rasulullah. Je kon i mirë kur je kon gjallë, edhe i mirë je prapë i vdekur. Edhe Allahu ta ka shkruar vdekjen te ke shiju ata. Dy vdekje nuk bon të ti më kur se ke vdek. Ka dal para njerëzve me qëndrim burror që Omer radiallahu ta'ala anhu njihet si i vështirë, apo sa që është përmend transmetime edhe shejtani largon shmethonën e shtrembon rrugën kur kalon Omeri. Në këto raste nuk ka mujt me paramendu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vdes. Sa që ka thonë Muhamedi ka shku sikur Musa te Zoti i tij me marr librin edhe kthehet prap. Omeri radiallahu Ebu Bekri po dalë po thotë se pejgamberi ka vdek. Edhe i kujton disa ajete. Ka thonë innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Ti o Muhammed je i vdekur, edhe ata do të vdesin. Edhe o ma Muhammedun illa rasul. Qad khalat min qablihi ar-rusul. Muhamedi nuk ka qenë tjetër vetë se pejgamber. Edhe para tij ka pas pejgamber, edhe ata kanë vdek. Është interesant që to ajete që të dyja kanë zbrit në periudhën e Mekës. Që të dy këto ajete kanë zbrit në periudhën e Mekës. Që jep me kuptu se sahabit shpesh i kanë përsërit këto ajete. Domethënë kanë jetu me to. Amo gjendja e madhe që ka pas pesh madhe vdekja e pejgamberit, alayhi salatu wasallam ka bë edhe sahabit e mëdhaj me i harru këto ajete dhe mos me i kujtu në këto momente, se momente të vështira, deri sa ka ardhur Ebu Bekri radiallahu ta'ala anhu, edhe ja ka kujtuar në këto ajete, edhe atëherë janë rahatu. Pastaj është hadithi gjatë kur janë sqaruar se çish do të vepru me xhenazën e tij e kështu me radhë. Ky ka qenë në përgjithësi besoni mesele për jetën e tij shumë ka, po ka që edhe mas e bënë në plan me dersën e dytë me përmbledh, edhe menoj se këtu janë disa gjëra më të rëndësishme rreth jetës tij. Lutim Allahun xhalla wa ala që t'i shpërblej ata njerëz për mundin e tyre që kanë bërë për këtë fe. Dhe lutim Allahun xhalla wa ala që të na bashkoj me ata në xhennet atëherë kur nuk ka ndarje më. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum.